Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Çfarë ndodh me lëndrimin? Fituesi i Bigut shqetëson ndjekësit. Një vendim i papritur i fituesit e edicionit të 4 të Bigut në Kosovë, Londrim Mekaj, ka vënë në lëvizje kurreshtjen e ndjekësve dhe mediave roz. Artisti ka ndërmarrë një pastrim radikal në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, duke u zhdukur pothuajse tërësisht nga hapësira virtuale. Përmes një vëzhgimi në profilin e tij, shihet se këngëtari ka fshirë çdo postim të realizuar ndër vite, duke e çuar numrin e publikimeve në zero. Për më tepër, ai ka tërhequr edhe foton e profilit duke e lënë llogarinë me një imazh bosh. Kjo lëvizje vjen pas një periudhe relativisht të gjatë heshtje dhe pasiviteti nga ana e tij në platformat sociale. Deri më tani, lëndrimi nuk ka ofruar asnjë shpjegim apo njoftim zyrtar për të sqaruar këtë vendim. Megjithatë, për ata që njohin strategjitë e industrisë moderne të muzikës, ky veprim është larg të qenit një largim përfundimtar. Shumë artistë zgjedhin të bëjnë tabula rasa me të shkuarën virtuale si një formë marketingu për të paralajmëruar nisjen e një epoke të re apo publikimin e një projekti madhor muzikor. Ndonse aludimet se ai po punon intensivisht në studio janë të mëdha, gjithçka rreth këtij hapi mbetet ende e mbështjellë me mister, duke i lënë adhuruesit e tij në pritje të lëvizjes së radhës.